Atëherë, shoqëria kulturore artistike Koha nga Dinosha e komunës Tuzit është ndër zërat më autentik të kulturës shqiptare në Malsi. Në paraqitje të tyre skenike shquan veshjen tradicionale të Malsisë apo xhubleta, siç e tha edhe Besiona, shoqëruar nga tingujt e lahutës, qiftelisë, fyllit e bilbilit, si dhe kërcëtrimi malsorçe. Elemente këto që e përbëjnë tërësinë e riteve e traditave të asajone. Shoqëria Koha do të prezantohet me disa pika artistike që është një udhtim artistik me motive të Malsisë, me muzikë të Samir Beçajt, koreografi të mjeshtrit nga Shkodra Aldo Niko, në drejtimin e Suleman Beçajt. Pikat e tyre artistike të zgjedhura janë këngë Maje Krau, instrumentale me qifteli dhe fyll, luajtur nga Vaso Memçaj e Nikol Gjokaj, instrumental me lahut, interpretuar nga lautari Gjok Kalaj, kërcim malsorçe, vallet tradicionale Malsisë Madhe e luajtur me çakshir dhe xhublet. Moje Mira Bregut Cemit, interpreton Ermin Kojshaj, përcjell nga Vaso Memçaj dhe Nikol Gjokaj, dhe programi përmbyllet me një valja e stilizuar nga Dinosha në Vërmosh, nga Malsia në Kelmen. E putira qirin në guro, putiro e po këno jo kanë gëno si di kure.
Çatı yapın. Si borda e kelmeni Barsi borda e kelmeni Orsi kreshtat e këti veni Pace kuqe porsi mosh Tatë bajrak belin e hove Shtatë bajrak belin e hove Pasha besën e mirë bole Pregut semit kur ka jon Një bylbül për ty këndone Një bylbül për ty këndone Dite nataj kur shpushone Falja synin sokolesh Falja zemrën përvëndese Falja zemrën përvëndesh Se ja qove shpirtin peshe